Se gjyshrit tuaj mund të blinin një shtëpi dhe ju jo? 15 gusht 1971. Shumica e amerikanëve po shikonin televizorin e së dielës në mbrëmje. Programet e zakonshme u ndërpren. Presidenti Richard Nixon u shfaq në ekran me një njoftim që do ndryshonte gjithçka. Ai tha popullit amerikan se po e mbyllte përkohësisht dritaren e arit. Përkohësisht. Kjo ndodhi 54 vjet më parë. Ajo masë e përkohshme është ende në fuqi sot. Ajo që ndodhi atë natë nuk ishte thjesht një ndryshim politikash. Ishte momenti kur paratë tuaja pushuan se qeni para dhe u bën në diçka krejtësisht tjetër, një premtim, një borxh, një copë letër e mbështetur nga asgjë tjetër përveç besimi në një qeveri që shtyp më shumë prej saj sa herë që ka nevojë. Dhe që nga ajo ditë ju keni paguar një taks të fshehur, një taks që nuk shfaqet në pagën tuaj, një që nuk ka asnjë zë në deklaratën tuaj tatimore, por një që ka transferuar në eshtje $triliona nga kursimet tuaja, paga juaj dhe artmja juaj, tek ata që janë më afër makinës së shtypit. Nëse ndonjëherë keni menduar pse gjyshrit tuaj mund të blini një shtëpi me një të ardhur të vetme, ndërsa ju mezi përballoni qeran me 2, kjo është arsyeja. Nëse keni vënë re se çmimet vazhdojnë të rriten, por paga juaj nuk ecën me ritmin, kjo është arsyeja. Nëse mendoni se po